Në orët e mbrëmjes së kësaj të diele në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka mbërritur për trajtim mjekësor 6 vjeçaria e lënduar nga ngjarja e rëndë e ndodhur këtë të diel në Maliq, ku banesa e saj u përfshi nga flakët dhe përpasoj ndruan jetë nëna dhe vëllai i saj. Pacientja u prit në urgjencën e shërbimit të djegje plastikës nga ekipi mjekësor, i cili ishte në komunikim të vazhdueshëm me mjekët që e shoqëronin gjatë transportit nga Korça drejt Tiranës. Pas vlerësimit të gjendjes shëndetësore, Mitro aktualisht në gjendje kritike për jetën, u hospitalizua në shërbimin e terapisë intensive të pediatrisë në QSUT, ku po trajtohet nga mjekët pediatër, reanimator dhe specialistët e djegje plastikës. Pas mbërritjes së 6 vjeçares në QSUT ka mbërritur edhe ministre e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale Visala, e shoqëruar nga drejtoresha e përgjithshme e QSUNT-s Angela Paparizo për të ndjekur nga afër gjendjen e të Mitrës. Në komunikim me ekipin e përbashkët mjekësor të shërbimit të djegje plastikës dhe shërbimit të terapisë intensive të pediatrisë në QSUNT.